Dje në ora 20:30 në SPB Gostivar, një 35 vjeçar nga fshati Skudrin, komuna Mavrofë dhe Rostush, ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga një 44 vjeçar nga i njëjti fshat pas një mosmarrëveshje të mëparshme mes fëmijëve të tyre të mitur. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në ora 18:50 në Gostivar, zyrtarët policor nga SPB Gostivar kanë privuar nga liria një 35 vjeçar nga Gostivari. Gjatë kontrollit në komunikacion në rrugën Ivo Lolaribar është ndaluar një veturë tipit Ford me targa të Gostivarit, të cilën ai e drejtonte në drejtim të kundërt. Pas verifikimeve është konstatuar se 35 vjeçari e drejtonte automjetin pa poseduar patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në ora 9:15 në Gostivar, zyrtarët policor në SPB Tetov kanë privuar nga liria një 20 vjeçar nga Gostivari. Gjatë kontrollit në komunikacion në rrugën Beliçica është ndaluar një veturë tipit Audi me targa të Gostivarit, të cilën ai e drejtonte pa patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të parashtrohet kallëzim përkatës. Sot pas mesnate në orën 1:40 në Gostivar, zyrtarët policor nga SPB Gostivar kanë privuar nga liria një 25 vjeçar nga Gostivari. Pasi sipas një denoncimi paraprak, ai ishte sjellë në mënyrë agresive në shtëpi, ka dëmtuar orendit dhe u ka kanosur prindërve me mjet të mpret. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të pasojë kallëzim përkatës. Sot në mëngjes në orën 5:40 në Gostivar, zyrtarët policor nga SPB Gostivar kanë privuar nga liria një 24 vjeçar nga rrethina e Gostivarit, pasi sipas denoncimit paraprak në shtëpinë familjare e ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij, 23 vjeçare. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të pasojë kallëzim përkatës. Të ditës së djeshme, 4 mars, në zonën e SPB Tetov është realizuar kontrolli i automjeteve dhe drejtuesve të tyre. Janë sankcionuar gjithsej 19 drejtues mjetesh Tetov 17 dhe Gostivar 2 për parkim të parregullt, ndërsa 13 automjete Tetov 13 janë ngritur me mjetin special Merimang. Gjithashtu janë shqiptuar dhe 52 masa për lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, Tetov 38 dhe Gostivar 14.